punësime të familjarëve tuaj, të afërmëve tuaj në komunë apo në ndonjë institucion komunal ose në shkolla keni bërë apo jo? Jo, nuk kam bërë. Asnjë punësim, do thënë që është që lidhet me familjen time. Por edhe me miqtë tuaj të afërt, shokët. Përveç nëse llogaritet, do të thotë një punësim i, më thonë, brezit 2-3 në fakt, djali i djalit tezës, më thonë një punësim në shkollën fillore dhe i cili është... Jo, nuk llogaritet ajo konflikti interesi, sepse edhe ai djali i djalit tezës suaj e ka të drejtën po të kërkojë punë të punojë dikund, sepse ne dim që një pjesë e madhe e politikanëve i kanë punësuar jo vetëm djemve të tezës, po me